ty, ku e ke marrë? Do të thënë kur ke apliku ti për ty, do të thonë. S'kam aplikuar. Nuk aplikoj, zakonisht më bëj ftesë, urdhëro mirë. E dëgjon çka këngë është? Jo. Edhe ky fansi. Nuk dëgjohet. Sa ke arti 3 këngëtylli Limanit? Bro, rekruteri. Po. Duhet na i sillin yllin këtu një mbrëmje. Do dhe ylli këtu, ha? Edhe yllin do këtu, domethënë. Edhe yllin kemi magu, edhe yllin kena magu këtu. Ja ku e ke urën lidhse me intrigën. Qa menime ki për mire? Mirë, Pëlqen? më pëlqen deri. Shumë është i mirë, edhe mu shumë. Tani, ju keni krijuar ato, domethënë. Klanet tuaja. Ku të pëlqen mirë, këty të dyve? Për kontra zi, vetëm mendim. Ato kanë klan, ne kemi shoqni. Shoqnia jo, Dhe ti mendon se këty të dyve pëlqen mirë, që thonë pëlqen? Shumë. Apo jo. Po, për deri sona ka përcjellë besoj të dhe. Mirë je shaq i pa edukata, unë i thash, kur të dalësh do të takosh. S'ka të përgjigje, tash po më tako, s'ka gjë të keqe, të dalësh do të përcjell, më tako se rrop. Po paketë ke marrë, kështu që do të mos për të për kapu, do të marrë. Pozicioni bë. Sa cigare kemi zakonisht? Pozicioni Në ditë. Po problemi është jemi një Po, tjetër dhe ja. pa dyshime, po. Edhe unë edhe Po në mua më shtime. vodhen do ndije një paketë. Halu hatët. Se ka ca kështu këtu, grabica. Në përcepa. Me qa merresh jashtë si përfundim? Unë? Jashtë, me qa merresh? E para njërë ti ke punuar të palestra ku ju më bëj palestrën. Unë ushtroj me Armandën. Instruktor, kam me Armandën instruktor për Kuj sen. vendi, ku është palestra? S'ka për më demër. Po, ka punu para... Po, e di se më tha. Atu kam të kute një vit e gjysë që ushtroj me Ti palestra. e bëu ushtrime? A keni qëfa? Më pëlqen palestra. Unë kam një biznes timin. Kam një dyqan lulesh dhe eventësh. Pak të dy e dyqan e lullësh, e lidh ka më betë. S'ka nevojë të bëjmë demokraci, unë kam timin, njerëz të tjerë kanë... Të kesit për nej. I pas kanë gjithë gjua... Ne dyqanet tona i kemi hapur vetë. Nuk një të kesit. Këtë rëndavili me gjë, ma pas ka shku. Faqezio, ore, faqezio. Cili ose cilat janë Se kena të mirë faqezio. Ti vendos me një Big Brother. Po, bës, nëzi faqja fare. E them gjithmonë këtë, do të thënë jashtë kam një lloj jete, kam krijuar një lloj stabiliteti. Do të thënë kam një shoqëri për shumë vitesh, kam punën time, kam rutinën time, shkoj 3 herë në javë në palestër, mund dal me shoqet në fundjavë, bëj udhëtime jashtë. Edhe e gjitha kjo përse është shumë e bukur, për mua shpeshherë bëhet boring, pra bëhet e mërzitshme. Edhe unë kërkoj gjithmonë ti shtoj ca doza emocion. Edhe një eksperiencë të re. Se realisht nuk përjetohet më shumë se njerë me dojën, përse do thonë ju ka njerëz që janë futur edhe më shumë se njerë, po unë vetëm mirë do jetoj si të fundit. Qa mendon që kemi jap format dhe qa